dhe kalojnë ende disa ditë të nxehta. Unë shpesh herë këto ditët e nxehta na bëjnë që t'i harrojmë dispozitat dhe normat e Allahut Azza wa Jall. Shpesh herë ndoshta shkaku i ditëve të nxehta dhe të afërmëve tonë, të cilët na kanë ardhur për vizitë, me na vizituar, ndoshta i kemi vënuar edhe namazet tona, apo i kemi shtyr, apo i kemi fal kaza 5 kohë namaz kur mbas jacis. Allahu na ruaj. Ndoshta shkaku ka qenë nxehti, ndoshta shkaku ka qenë ndonjë argëtim, ndoshta shkaku ka qenë ndonjë dasëm, ndoshta shkaku ka qenë ndonjë kushëri i largët i cili ka ardhur dhe kemi harruar Allahun Azza wa Jall. Kemi harruar o ju vëllezër se një ditë do të dalim para Allahut Azza wa Jall, në një ditë të nxehtë, dhe do të qëndrojmë para Allahut Azza wa Jall të gjithë në këmbë gatitur. Këtë ditë ndoshta e kemi harruar se na kanë hutuar luksi i kësaj bote, të mirat e kësaj bote, freskia e kësaj bote, klimat e kësaj bote, deti i kësaj bote, bazendat e kësaj bote, na kanë hutuar dhe kemi harruar Allahun Azza wa Jall. Kemi harruar se do të dalim në ditën më të nxehtë, që kur Allahu Azza wa Jall ka krijuar tokën dhe ka kurdisur tokën, do të qëndrojsh para Allahut Azza wa Jall, yawma yaqumu an-nasu li rabbil alamin. Thot Allahu Azza wa Jall për atë ditë do të qëndrojnë njerëzit para Zotit të madh, Zotit të botrave. Këtë ditë o vëllezër ne e kemi harruar, apo e harrojmë shpesh, nga se na mashtrojnë bukuritë e dunjas, na mashtron ambienti i kësaj dunjas. Mirë po, shumë prej vëllezërve dhe motrat tonë ndoshta nuk e kanë këtë komoditet të cilin ne e kemi. Pra kujtoni juve vëllezërit dhe motrat tona të cilët janë në Palestinë dhe Gaza, a e kanë këtë komoditet? A e kanë këtë rahati që të mblidhen dhe ta kujtojnë Allahun Azza wa Jall në xhami? Megjithatë ata i gjenë të fortë dhe i gjenë stabil dhe i gjenë të vendosur në rrugën e Allahut Azza wa Jall dhe nuk pranojnë që të largohen prej vendeve të tyre me gjithë mundimit dhe vuajtjeve të cilët ata i shijojnë. Ata shumë ndoshta kanë dëshirë të mblidhen në një ambient si ky, me klima. Dhe shumë kanë dëshirë ndoshta të dëgjojnë prej hoxhallarëve të tyre, prej dietarëve dhe hoxhallarëve të tyre, mirë po nuk e kanë atë mundësi. Allahu Azza wa Jall tash për tash është duke i privuar dhe duke i testuar. Ty edhe mua Allahu Azza wa Jall na ka mundsuar. E pse ne nuk i përgjigjemi thirrjeve ku Allahu Azza wa Jall është i kënaqur që të prezantohet në ato vende? Pse ne nuk i përgjigjemi? Vallë çka na largon? Cili është sebebi? Një kafe në kafene apo një darkë në restorant? Po kjo nuk do të vazhdojë 3 ditë. Kjo do të jetë 1 orë e gjysmë, dhe je në kopsh prej kopshteve të xhenetit, je në mëshirën e Allahut Azza wa Jall, je i rrethekuar me melek. Megjithatë zemra jote e vrazhd, nuk ka mundësi që pas namazit të qëndron dhe qohet me njëherë dhe del prej xhamisë, sikurse ka ardhur me zordh në xhami. O ju vëllezër, qëndroni, pas namazit qëndroni dhe përmendni Allahun Azza wa Jall. Së paku 33 herë subhanallah, 33 herë alhamdulillah, 33 herë Allahu Akbar, dhe përfundoni me la ilaha illa Allahu wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se i shtyhen të gjitha gjunahet, edhe nëse janë sa shkumba e detit. Po përderisa ti je në mexhlis, melekët luten për ty. Përderisa je në atë vend ku e ke fal namazin dhe qëndron, melekët thonë Allahumma ighfir lahu, Allahumma arham. O Zot, falja gabimet atij, falja gjunahet, o Zot mëshiroje. Pas ke nevojë për mëshirën e Allahut? As ke nevojë që Allahu të t'i shlin gjunahet? A thua je i garantuar se s'ke bë gjuna gjatë ditës? Po ne prej mëngjesit o ju vëllezër deri në mbrëmje bëjmë gjunahet. Prej mëngjesit sa dalim pas rrugës ne bëjmë gjunahet. Herë me dëshirë, herë pa dëshirë, po je imponuar nga të njerëzit e gjunahet. Prandaj kujtoje ditën kur të dalish para Allahut Azza wa Jall, yawmal akhir. Kujtoje ditën e fundit, thot Ibn Hajeri rahimahullahu taala, është quajt dita e fundit, nga se është dita e fundit e dunjas. Është quajtur yawmat tanad, dita e thirrjeve. Se do të ketë thirrje të ndryshme atë ditë o vëllezër. Banorët e xhennetit do t'i therrasin, thot Imam Kurtubiu, banorët e xhennetit do t'i therrasin banorët e zjarrit. Wa nada ashabul jannati ashaban nar.
an qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan fa hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan qalu na'am. A ditë banorët e xhenetit do t'i thrasin banorët e zjarrit. Ne e kemi gjetur atë të cilën na premtoi Zoti jon se është e vërtetë, dhe vërtet e gjetëm premtimin e Allahut. E gjetëm shpërblimin e Allahut. E gjetën ata të cilët i ranë Allahut Azza wa Jall në sejdë, i bën namaz Allahut mëngjes dhe mbrëmje. E gjetën xhenetin, shpërblimin e premtuar prej anës Allahut Azza wa Jall. Allahu a fali gjunahet. Mirë po, banorët e xhenetit i pyesin ato: ju, çka është puna me ju? A e gjetët premtimin e Allahut Azza wa Jall ashtu siç ju premtoi se do të përfundoni me kryelartësinë tuaj në zjarrin e xhenemit dhe mos bindjen ndaj Allahut? Ke për të përfunduar në xhenem? A e gjetët premtimin e Allahut me të vërtetë? Ato do përgjigjet: po, qalu na'am, e kemi gjetë. Wallahi do ta gjejnë të gjithë, edhe besimtarët, edhe mos besimtarët do ta gjejnë, se një ditë prej ditëve a do të merresh llogari për të gjitha veprat e tua. Për ata të cilat i ke bërë haptazi dhe për ata të cilat i ke bërë fshehurazi. Fa adhana muadhdhinun bainahum al-la'natullahi 'ala adh-dhalimin. Atëherë një thirrës nga mesi i tyre, një thirrës do të thërret se mallkimi i Allahut qof mbi zullumçarët. Allahu na ruaj.